Çfarë do të bëni për të parandaluar zbrazjen e Kosovës? Ju lutem, është pozitive. Ju e patë që dje dhe sot u bë lajmi publik që Kosova e ranguar ekonomikisht është në vendin e parafundit. Qeveria tha, kemi bo përparim, prej vendit fundit, jemi dalë në vendin e parafundit. Kjo s'është ambicia jonë. Ky djali këtu, Niko, do të bëhet 100 vjeç, me këtë tempo, me këtë trend, me këtë mendësi, për të arritur mesataren e Bashkimit Evropian. Nuk e kemi 80 vjet kohë për t'i humbur, e 90 vjet kohë tjera për t'i humbur për të arritur mesataren e Bashkimit Evropian. Na duhet një ambicie shkëlqyeshme, një ambicie që i jep Kosovës 3 gjëra bazike. E para, investime kapitale që Republika Kosovës si ka parë asnjëherë më parë në historinë e vet. Dhe shtylla e tretë që përngarësia është e para, t'jemi të integruar në komunitetin euroatlantik dhe besoj që këtë punë presidenti Osmani e bën me mjeshtri të jashtëzakonshme, aty ku Kosova e ka vendin e vet identitar në mënyrë që hapat tonë të mëdhaj të kenë kuptim. Shtetësi, integrim, zhvillim i papar, këto janë 3 shtylla kryesore për cilat qëndrojmë, në mënyrë që mësuesit me nxënësit e vet, e familjet mes veti mos t'i thojnë miro pafshim e të largohen nga ky vend i shkëlqyeshëm si Kosova, vend i jashtëzakonshëm me shumë mundësi, me popullsi të shkëlqyeshme, me familje të ndershme punëtore, por që i duhet një shtet që ka ambicie më të madhe e që turpërohet me thonë që kemi pas përparim se prej vendit fundit jemi dalë në vendin e parafundit të Evropës. Ju falenderoj.